Lem. Aha. Mirë. Temën po e shes si ju duket fjalori deputetëve në Kuvendin e Kosovës, më thuaj pak a shumë, lutem. Unë mendoj që ky fjalor i deputetëve është shumë i papranueshëm, e posaçërisht më thon për ditën e Gjihit ai deputeti Fatos Geci. Kisha pas mi thonë sot ti këtë jetë që e jeton edhe sot në atë karrik që e ullur je fal ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe pa marrë parasysh a ka gabime apo jo, unë nuk mendoj që e meritojnë një fjali ato që e shprehja ai dje. Tjetra, edhe ajo ndaj Flora Çitakut, unë mendoj se është shumë e oltë, sepse kisha dashur mi thonë, ndoshta është më mirë të jetosh vetën, se sa të jetosh me dikon që ka fjalor siç është ai, sepse ndoshta nesër pas nesër ai mund me kanë edhe pasqyrë e fëmijëve të vet, dhe kur fëmia e ndëgjoj një prind duke folë, posaçërisht në mënyrë publike, unë mendoj se është shumë e rëndë. Kisha dashur me i përmend edhe dy fjalimet të deputetëve tjera nëse ka mundësi. Po, të kujt më thuaj kështu fillimisht? Orna? Të kujt? Fjalime të kujt? Po, kisha dashur me përmend atë fjalimin që ka qenë i Adriana Matoshit, kur pa dalë atëherë në mënyrë publike dhe pa të thonë i uroj të djegit e gjithë lagja e lushtakëve. Edhe këto në mendoj është një thënie shumë e rëndë. Po shpresoj shumë që e ke po edhe ato se çka ka thonë Sami Lushtaku për to. Po, edhe ato e kritikoj shumë, sepse ajo nuk duhet të jetë, por para mendoj tash gjuha e deputetëve që na presim fjalë të mira prej tyre, e presim pasqyrë të mirë, me dalë me këto fjale dhe me përfaqësu Kuvendin, unë mendoj se është një gjendje shumë e rëndë, që nuk duhet të ndodhë, por duhet të merren në masa edhe ndaj tyre që këto fjalë të rënda të largohen nga Kuvendi. Po. I papranueshëm për interesa partijake personale shpesh banal, ma zgjidh njërën. Po, unë mendoj që i papranueshëm. I papranueshëm. Me dashur, faleminderit